Edhe më doket si me ndodh dje. Si kujton atë natë shpat kur ndodhi kjo ngjarje kaq Mëngjes. tragjike? Ka qenë ora 7:45 kur më kanë thirrë në telefon prej policisë Pejës. Edhe po më thot zyrtari policor, shpata e ti, thash po une. Tha jena prej policisë Pejës, tha a je zgju? Thash po, vishona, çka më ju ndihmu? Tha Edi e ka vrarë Gjuljetën. Edhe unë për një moment i thash mos je gabim. Thash se nuk ka shansa me ndodh ky sen. Për një 30 sekonda edhe ai në telefon nuk foli hiç. Dhe unë pitha mallo, s'po përgjigjet. Kur dikur më tha, o shpata unë jam para trupit ndjerës, tha mundësish nëse ka mundësi më marrë në banesë. Tha puna fëmijëve. Thash për 2 minuta jam aty veç sa të muj me mbri. Më shpejt. Edhe jam dalë të dera, kom pas lon tjetër, Dardanin, që ai nuk e di ke realisht as që ka ndodhë. Ata e kishin telefonu edhe i kishin thonë që Gjuljeta ka sulm në zemër edhe fëmijët që e kanë pa. Dhe mas andena po ipim në veturë dhe po vazhdojmë me shku edhe po ma bën mu tha çana në spital. Tash pse ma në spital, thash na duhet me shku te banesa se aty është. Kur mbritëm te banesa, po shohim shumë policë dhe disa prej tyre që i ngjojmë edhe kështu. Po na thot ta ngushëllime tha për motrën. Tash në anën tjetër Dardani nuk e di ke shumë. Mbriti motra Elvina, mbriti aty, asaj nuk e di ke rasti shok. Edhe më doket si me ndodh dje. Na lypem të tentu me him mrenda për me këshyr. Qysh po normal në ato momente nuk lejohet kur zho. Ta e kam bo punën e të në mënyrën më të mirën dhe në mënyrën që shu duf me kryja ja. E mbajnë mend shpat bisedën e fundit me Gjuljetën? Me Gjuljetën e mbajnë mend 2 ditë para se me ndodh rasti. Dhe me thonë na e kena ka o artë në shpe edhe busqeshjen edhe harren që e ka pas atë ditë nuk e harrojmë asnjë moment. Edhe non stop do me thonë ka qenë ne ngosëshim një gjallë të migjes që ka u martue, qërë të qemë muhabetet e shpis të bohe i gare. Do me thonë nuk kena vrej diçka që ajo ka mujt me pas për këtë pikë.